Banorët e fshatit Zdunj të komunës Gostivarit kanë protestuar mbrëm pas namazit të akşamit kundër iniciativës së bashkëfshatarëve të tyre Maqedonës për të ndërtuar një kryq në oborin e kishës Shën Gjergji me përmasa 12 metra lartësi dhe 5 gjerësi. Ata shprehen se leje nuk kanë marrë nga komuna e as nga kryesia e fshatit dhe se kjo iniciativë bëhet kokë në vete nga banorët. Sonte jina mbledh ta tregojmë se ke fshat jetojnë më shumë mbi 90% musliman. Ne nuk e tolerojmë atë rast ta bëjnë një kryq këtu në fshatin tonë. Atë kryq e kanë filluar ato veçëm pi mendes vete. Pi komunës kryetari, pi komunës Gostivarit ne kena kërku, atë rast ashtu gjoja lejet si kanë dhënë. Kjo është provokim, nuk se mendojmë, kjo është 100% provokim është. Ndoshta ata antarët e VMR-s që çdojnë të marrin bota pi shtabit e VMR-s, paraqiten si kundërshtar i mirë krishterëve. Ndoshta është ajo problemi. Mund të shef që shtajt ne këto kena jetojnë me Makedonën, në Turqeli, ka në Shqiptar. Ne s'kena pengohë as njënin. As Makedonën, as Shqiptari, as Turku kena jetojnë si vlazë. Që shtaj si mendojnë ato provokim të na bëjnë neve ashtu, valla dhe kjetë problem. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta është shprehur se nuk është në dieni për këtë aktivitet dhe se ditën e djeshme ka dërguar inspektoratin për ndërtim dhe ka blokuar punët rreth ndërtimit të kryqit, një gjë që prish marrëdhëniet ndëretnike dhe krijon tension te masa nuk do të lejohet asesi, është shprehur Bejta. Dhe unë më njëherë si kryetar komune veprova ashtu si që duhet veprohet në përputhshmëri me ligjin, dërgova inspektoratin e urbanizmit dhe inspektorati urbanizmit doli në teren dhe e pa djenje reale se si çka është duke u zhvilluar në kishën ortodokse në fshatin Zdunj të Shën Gjergjit. Aty ata gjetën një bazament prej betoni dhe inspektorati i ndërtimit ka sjellur akt në vendim për të ndërprer puna në kishën e Shën Gjergjit në afat derisa të largohet ndërtimi ose fundamenti prej betonit armuar i cili është ndërtuar pa leje. Tjetër që duhet opinionit që duhet ta dini se komuna e Gostivarit nuk ka pranuar asnjë kërkesë gjithsesi sektori urbanizmit nga kisha e fshatit Zdunj për të ndërtuar një objekt të tillë.